Ja dhe një pyetje interesante, thot dua të di, thot kur vdes prindi, a na sheh neve familjarëve? Po kur vdes komshiu, pyetje. A i shef komshit? Po kur vdes në njëri që është kalagja tjetër, a i shef këto kalagja këtej? Do të thonë njerëzit e kanë qejf këtë misterin, e kanë qejf këtë botën mistike, diçka që ka, erdhi i flutur ke shtëpia. Ajo flutat s'ke qenë ai. Po me vraj fëmijët fluturën për shembull, pa dashje fëmia kujtoi se është mizë e madhe, mori tull dhe rrasi asaj fluturës dang. Vdiq për herë dytë, i vdekni. Kuptoni? Sepse thot nga ka ardhi plumb ke shtëpia, se na ka vdek filoni, thot vini plumb ditë për ditë ke shtëpia. Po si ti udhësh të rrimet në borr, ose si udhësh të lejsh bukën ke dritarja, ka për të ardhur plumbi. Pse s'vjen ke unë për shembull plumbi? Kështu që janë budalliqe edhe besutni dhe supersticiozitete që njerëzit i kanë shumë qejf. I besojnë, i transmetojnë, i trashkojnë, i flasin me shumë emocion, gjëra që kanë ndodhur, e flutra është shumë pikë dopt kjo flutra. Kjo flutra mas vdes dikush është dorë me një. Kështu që rri i qetë, ai nuk shef mo njëri, po ai ka kalu në botën tjetër, shpirti i tij është ose në xhenet ose në xhenem. Kurse ai s'ka më lidhje me këtë botë. Ai mund të informohet se me çfarë ndodh në këtë botë kur vdes dikush, nëse ai është xhenetli, nëse vdes dikush për kësaj bote, kur takohen atje në xhenet i tregon pyet ky, çka ka bosi është, po pyesin njëri tjetrin. Kjo është e vërtet, ka transmetim të saktë, se nëse vdes një besimtar, kur shkon në ahiret, pra kalon jetën e varrit, sprovën e varrit, kur shkon atje mblidhen ata besimtarët e pyesin. Çfarë është not, çfarë ka bën, pyesin njëri tjetrin, dëgjon tjetrin. Thon po filani, çka ka bën? Thotë po ka vdek, thotë. Thonë ata subhanallah. Pas shkuat i poshtë. Se të kishe shku këte kishin taku këto. Po përdej se s'ka rëtë të lartë, do më thonë se ka shku. Allahu në rrujtë.